nga zgjedhësit, ose e thënë më shqip shqetësimet e tyre, hallet e tyre, që më shumë janë të krijuara nga qeverisja juaj, janë të shumta dhe pambarim. Nisur nga koha e kufizuar që na vinin në dispozicion, po e filloi nga shqetësimet e ditëve të fundit, të krijuara nga rreshtet e shumta dhe pamundësia juaj në thonjza për të menaxhuar pasojat që shkaktohen, duke i lënë qytetarët në mëshirë të fatit. Së pari, ju duhet pranoni se në qoftë se do të merreshin masat paraprake, siç janë pastrimet e kanaleve kulluese, të para, të dyta, dhe gjithë problematikat që kanë arat dhe fushat e fermerëve, patjetër që përmbytjet nuk do të ishin në këto përmasa, ose nuk duhet të ndodhin fare. Dhe do t'ju lutesha shumë, mos na shisni si arritje, shpesh herë ato që thoni se nuk pati përmbytje në banesa, se po të kishte përmbytje në banesa, pastaj ju nuk e di se çfarë vendi do të kishit këtu që duhet të rinit të këto karrike. Fermerët denoncojnë gjithmonë se pastrimet që bëhen kanaleve kulluese presin safera dhe bëjnë siguri pastrojnë kanalet, por në fakt bllokimi i tyre është evident dhe kjo duket se çdo vit ndodh e njëjta gjë. Përmbytje, dëmtimet prodhimeve të tyre dhe propaganda nga ana juaj se do të bëni evidentim të dëmeve dhe dëmshpërblim për fermerët. Por në fakt çdo gjë ngelet me fjalë dhe premtime boshe. Ju pushtetar të mazhorancës të tre mandateve, hidhni një sy kanaleve dy anët e rrugës Levan-Tepelen. Është shumë e thjeshtë. Shikojni nga dritarët e makinës, mos bëni këpuzët me baltë dhe do t'i shikoni që janë të bllokuara dhe shpesh herë nga këto ndodhin edhe përmbytje. Një nga faktet që unë po ju sjell. Të flasim më konkretisht për përmbytjet e fundit që thoni nuk ka pasur fare. Në Qerven, njësia vendore Frakull, janë mbi 80 hektar sipërfaqe toke të mbjella dhe të përmbytura. Flasim për këto ditë dhe këto janë fakte të evidentuara. Çfarë është bërë deri tani për evidentimin e fermerëve? Dëmin e shkaktuar apo dëmshpërblimin që ata duhet marrin? Asgjë. Presim se do të ketë prap shira, prap përmbytje dhe pastaj shohim e bëjmë. Janë mbi 120 hektar në Bashkinë Fier, sipërfaqe toke të shumë dhe shumë sera të përmbytura. Çfarë është bërë deri tani? Asnjë mas nuk është marrë. As evidentime nuk janë bërë dhe absolutisht nuk po lëvizet. Në Frakull ka një numër të konsiderueshëm me sera të përmbytura, dëme të shumta, asnjë ndihmë për fermerët e dëmtuar, asnjë evidentim të paktën nuk është bërë. Në Petov, njësia vendore Mbrostar, sera të tëra të përmbytura nga lumi Seman dhe asnjë lëvizje nga institucionet përgjegjëse, por vetëm propagandë, fjalë të bukura dhe gënjeshtra pafund. Fermerët, shumë fermerë kanë frikë të prononcohen. Nga frika se ju i sulmoni, i klasifikoni si armiq të partisë tuaj dhe si të tillë përjashtohen nga çdo lloj ndihme dhe aty ku munden edhe sulmohen ose persekutohen. Por ka dhe nga ata fermerë në fakt që flasin sepse si thot një fjalë e urtë e popullit ju ka ardhur në majt hundës. Për shembull, po ju asjell një si shembull Erion Gjojdeshin, fermer nga Petova, njësia vendore Mbrostar. Serat të përmbytura, madje unë para disa ditësh kam publikuar edhe në rrjetet sociale dhe mund të shikoni, por i ka vajtur kryetari njësisë vendore aty dhe i ka thënë që po u prononcove rrezik që do t'i përmbysin vetë dhe këto tjera jo të marrësh më pastaj e ndihma. Dhe meqense jemi te tokat e përmbytura, duke shpresuar që të kemi minutat për fermerët, sot unë dua të ngredhe një tjetër problem shumë shqetësues. Dhe do të kërkoj një zgjidhje nga ju pasi e shikoj si një shqetësim madhor. Bet fjalë për banorë që jetojnë në fshat, fermerë të suksesshëm, të zonave Hamil, Topoj, Seman, që kanë ngritur fermat e tyre aty ku banojnë dhe jetojnë, por dhe në zonat kufi me vendbanimet e tyre. Dhe me investimet e tyre, pas një ndihmë nga qeveria dhe shteti, kanë ngritur ferma që janë për të marrë shembull për shumë të tjerë. Këta fermerë të suksesshëm dhe të ndershëm kanë ngritur fermat e tyre prej 30 vjetësh në zonat ku ato banojnë. Krahas tokave të tyre, kanë marrë dhe shumë toka të tjera me qera nga banorë të tjerë, por dhe nga ish komuna ku bënin pjesë, sot Bashkia Fier. Deri sot vazhdonin punën, duke rritur numrin e krerëve të baktive të imta dhe të gjedhëve sipas rastit. Mbillnin tokat bujësore me shumëdhëshmëri bimësh, për ushqim për baktin, por edhe drithra. Paguanin qeran te kish komunat dhe më pas te Bashkia Fier. Sot ndodhen para një fakti të çuditshëm dhe shumë të frikshëm. Njerëz të fuqishëm, të mbështetur nga pushteti, ju kanë dhënë ultimatum të largohen dhe duhet t'i dëgjoni këto me kujdes ju të mazhorancës, nga këto toka
të prishin të mbjellat e tyre, pasi aty do të investohet, nuk dihet se nga kush, nuk dihet se çfarë dhe çfarë do të ngrihet. Këto toka, qeveria juaj në bashkëpunim me Bashkinë Fier, dikujt tjetër ja kanë dhënë. Dikujt tjetër, por fermerët thonë që i keni marrë vetë. Dihet ajo punë tashmë me emra të tjerë se nuk ka mundësi si tjetë ndryshe. I duan tokat për panele prodhim energjie apo ku diun se çfarë tjetër. Fermerët duhet të hedhin poshtë mundi, ndjesën investimin 30 vjeçar dhe askush nuk bëhet me radhë për ta. Unë do ta mbaroj këtë. Këtë marrëzi dhe padrejsi mund ta bëni vetëm ju, po ju flas me fakte. Hasim Rizvani ka 24 hektar tokë shtet që ka vite që i punon dhe ka paguar qeran. Ka 200 hektar të tjera të marra me qera nga banorët e zonës. Zotëria në fjalë ka 300 krerë lop, një fermë shumë të madhe dhe 500 dele. Mystehak Duraj ka 500 dele, ka 30 hektar tokë shtet të marrë me qera. Artur Duraj ka 400 dele, ka 27 hektar tokë të marrë me qera. Mbaroni fjalin. Ju lutem, unë do ta mbaroj të nuk i Të mbaroni fjalin. Mysty Duraj ka 350 dele, 25 hektar tokë shtet me qera. Agron Stroni ka 30 hektar tokë shtet dhe 400 krerë dele. Ilis Paia ka 30 hektar tokë shtet me qera 250 dele. Robert Selimi ka 30 hektar tokë shtet me qera dhe 300 dele. Muarem Duraj ka 25 hektar tokë 300 dele. Feim Hatia 5 hektar tokë 15 lop. Kalem Hatia 7 hektar tokë 15 lop. Gjemil Baqinozi 8 hektar tokë 12 lop dhe shumë fermerë të tjerë. Do t'ju lutesh atë gjithë këta fermerë që u lexova emrat, janë në një problem shumë shqetësues. Aty do të ndodhin probleme me jetën dhe këtë ma besoni. Fermerët janë ngritur disa herë në protest, kanë kërkuar ndihmë. Tokat i kanë me qera të marra prej 30 vitesh. I kanë mbjellur vetë, i kanë punuar vetë, i kanë pastruar vetë. Sot vend të fuqishëm nga shteti me dokumentacione që kush e di si i kanë bërë dhe ku i kanë bërë dhe u thonë që të largohen. Dhe unë në fjalën time kisha për procedurë, po e mbaroj zoti kryetar se minutat juaja të kufizuara, po nga levani. E keni marrë 1 minutë. Keni marrë 20% më shumë kohë. Një minutë nga zoti Balliu. Kjo është marrëzi e madhe me juve, po 1 minutë si ku po na jepni, çfarë po na jepni? Çfarë po na falem, se s'po kuptoj dot. Jeni mirë apo s'jeni mirë? Po s'jeni mirë. Dorian Muja nga Levani, Sandr Muja, Gjini, Lavdosh Hoxha, Alen Bushi, kanë tokat i kanë marrë me qera, me 7.501 i kanë me dokument, jo me qera. Dhe sot u ven firma të fuqishme të lidhura me ju, me pushtetin, dhe ju thonë do largohen, kanë filluar punimet se do bëjnë panele për prodhim energjie. Ja, pra këto janë problemet që kanë qytetarët aty, dhe aty do të ketë probleme deri në vllavrasje. Pra do vriten me njëri tjetrin, me firmat që ven aty. Boll më me korrupsionin, boll më me pislëqet tuaja, zbrisni atje në bazë dhe shikoni problemet e qytetarëve. Faleminderit. Faleminderit, fjalën e ka zoti Erion Braçet, përgatitet